جودي سحائب فرحنا واسقي الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك لتجعل الحزن إن شئت سهلا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي واجعلني من المخلصين. Do të vazhdojmë ligjëratët rreth fikut të agjerimit apo fikut të Ramazanit në veçantë. Kanë vetë edhe pak deri në përfundim të Ramazanit, por nuk do të thotë kjo se ne nuk duhet të dim për agjerimin apo për muajin e shenjtë të Ramazanit. Thamë edhe më herët se një rëndësi të veçantë në jetën e besimtarit e zën edhe fikhu. Fikhu është pjesë e shkencave islame me të cilat ne dimë se si ta adhurojmë Allahun xheleshanu, dimë se si ti përmirësojmë gabimet tona gjatë adhurimeve, gjatë ibadeteve tona dhe e njohim natyrën e ibadetit në mënyrë shumë të saktë. Nuk është e kohë kur dikush kërkon që të ketë ligjërata sa më tepër rreth ibadeteve, rreth adhurimeve, të namazit, të agjerimit, të haxhillukut e të kapitujve tjerë në fikhun islam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë: "Men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din." Kush ja don Allahu xheleshanu hajrin, e bën ato që të e kuptoj fikhun, ja mëson fikhun, do më thonë, ja mëson mënyrën, metodat e adhurimit të Allahu xheleshanu. Prandaj kemi nevojë që edhe më tepër hoxhallarët, dietarët të merren me xhamatin rreth fikhut, të merren rreth shkencës së fikhut, kuptimit të ibadeteve, edhe jo vetëm se ligjërata të cilat janë për nxitje në fe. Ato e kanë vendin e vet, megjithatë kur shoqëria islame mbetet pa shkencë islame, atëherë ajo shoqëri është shumë e dobët, edhe ata besimtarë janë të dobët sepse fikhun nuk e kanë mësuar siç duhet. Kujdes të veçantë duhet të kemi prej të gjithë atyre të cilët janë të interesuar të mësojnë fikhun, të e dinë se si të fillojnë të mësojnë fikhun, të e gjejnë mënyrën e përshtatshme për të mësuar fikhun edhe për të dalë para Allahu xheleshanu në ibadete në fytyrë të pastër, pa gabime edhe me adhurim të sinqert. Çështje tjetër e cila është shumë e rëndësishme se përmes kuptimit të ibadeteve edhe mënyrës së adhurimit të Allahu xheleshanu, imani jonë në zemrat tona shtohet edhe më shumë. Këtu është një dallim se ky iman shtohet përmes diturisë, shtohet përmes leximit, shtohet përmes njohjes së kushteve themelore, elementare të ibadeteve islame, të adhurimeve islame. Ne nuk do të zgjasim shumë këtë hyrje, e cila me siguri se ka nevojë të flitet edhe më tepër, shpresoj që në derset e ardhshme të zgjerohemi pak edhe më shumë rreth rëndësisë së fikhut, duke kaluar pastaj në agjerim. Kapitulli i agjerimit, siç thamë edhe më herët, folën për dobitë e agjerimit, folën për sekretet e agjerimit edhe cilat janë disa lloje të agjerimit.
Thamë se muaji i Ramazanit është një muaj i veçantë, ku besimtari e ka për obligim të paqëtërsueshëm që të hyjë në këtë muaj me agjerim, kurse jo besimtari nuk kërkohet prej tij agjerimi. E dim se me fillimin e agjerimit përcaktojmë edhe kohën e fillimit të muajit të Ramazanit. Jemi të njohur në përgjithësi se çka e prish Ramazanin edhe çka nuk e prish. Çka e prish agjerimin edhe çka nuk e prish agjerimin. Të gjitha këto që i kemi thënë më herët nuk do t'i përsërisim këtu, por do të hyjmë të flasim për dy pjesë kryesore të agjerimit, për dy persona të cilët ju lejohet prishja e Ramazanit ose prishja e agjerimit tënë, e ata janë udhëtari edhe i sëmuri. Nuk do të thotë se nuk ka kategori tjera që ju lejohet të prish agjerimin, por ne po ndalim në këto dy pikë, në këto dy grupe të njerëzve, për shkak që të njihemi më së afërmi rreth tyre se kur ju lejohet që ta e prishin Ramazanin apo agjerimin. Ai i cili është i sëmur në Ramazan e ka për obligim që të mundohet të agjeroj Ramazanin. E ka për obligim që mos të dorëzohet një herë, të thojë valla unë i smut pak edhe në lejohet të aprishi Ramazanin. Mos të dorëzohet për një dhimbje kokës vogël të prish Ramazanin, sepse është përgjigje si vetvete. Këtu edhe shpesh kemi thënë nuk ka nevojë shumë të pyetet hoxha se a bën me prish Ramazanin se jo i smut. Sepse hoxha nuk e din se ti sa je i smut. A je shumë i smut, a je pak i smut, a smundja jote do të shkaktoj vdekjen tënde apo një smundje edhe më të rrezikshme apo jo. Ti je ai vetë që e përcakton këtë normë. Ti je vetë që e përcakton se a do ta prish Ramazanin apo jo. Kështu që përgjegjësia nuk i mbetet hoxhës. Përgjegjësia jonë është vetëm se të tregojmë se nëse smundja është e rëndë edhe ka noset rreziku nga kjo smundje, të lejohet me prish atë ditë Ramazanit edhe me agjeru një ditë tjetër mbas Ramazanit me kompenzu atë ditë pa kefare. Do të thotë pa kefare, pa dënim, vetëm se atë ditë, sepse kemi në raste të veçanta kur prishet agjerimi edhe duhesh me agjeru atë ditë plus me dhënë kefare. Prej të sëmurve kemi dy lloje të njerëzve. Njerëzit të cilët janë në sëmundje kronike të përhershme edhe njerëzit të cilët nuk janë në këto sëmundje, por ka filluar smundje bashkë muajit e Ramazanit. Te grupi i parë që kanë sëmundje kronike, atij i lejohet që ta prish Ramazanin krejt. I lejohet atij që të mos agjeroj për shkak smundjeve që i ka në trup apo për shkak smundjes së pashërueshme. Ky person duhet të paguaj për një muaj Ramazan, të paguaj agjerimin e tij, i cili është i përcaktuar në baza të njohura të pagesës apo fitjes. Personi i cili është i sëmur për një kohë të caktuar e që sëmundja e tij kalon, mundet të prishë Ramazanin, tash më herët nëse i ka noset rreziku nga mos prishja e Ramazanit me kusht që ato ditë t'i kompenzoj. Kur t'i kompenzoj? Ato ditë duhet t'i kompenzoj me një herë mbas Ramazanit, kur e ndihen veten të fortë, kur e ndihen veten të aftë
që t'ja agjeroj. E të mos i laje të thoje se do t'ja agjeroj dhe sot dhe nesër me zonë Ramazani tjetër. Në qoftë se e zënë në Ramazani tjetër, atëherë është problem sepse hyn në mekruh, në punë të papëlqyer. Obligohet që ta agjeroj Ramazanin, por ka gjinohet që e ka prit Ramazanin tjetër dhe nuk e ka kompenzuar atë Ramazan. Prandaj duhet që sa më shpejt ta bëj kompenzimin e Ramazanit.